Në biznes është shumë e rëndësishme që të dim numrat, sepse në fund të ditës biznesi jonë është vetëm një ekuacion matematikor shumë i thjeshtë. Nëse keni një biznes online ose një biznes lokal, atëherë dy nga le të themi numrat e rëndësishëm që duhet të fokusoheni ose të përqendroheni është përqindja e klientëve tuaj të rregullt dhe përqindja e klientëve tuaj të ri që ju zbulojnë çdo ditë në biznesin tuaj. Një mesatare shëndetshme është 80% zakonisht janë klientë të rregullt dhe 20% janë klientë të ri. Dhe gjithë synimi ose qëllimi i biznesit tuaj është normalisht të mbani njerëzit që ju kanë besuar, 80% e njerëzve të rregullt, por edhe njerëzit të ri që ju vinë ti mbani dhe t'i ktheni në klient. Kështu juve ndërtoni një strukturë dhe një bazë të fortë në sipërmarrjen tuaj dhe dilni nga le të themi ai problemi kryesor që bizneset kanë që nuk mbushen mjaftueshëm me klient ose nuk kanë klient mjaftueshëm ose nuk kanë të ardhurat konsistente. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në videon e radhës.